Tu kam dëgjuar të jeni përmendur me emër. Të lutem, mos ju kthej kësaj histori. Zonja e zotëri deputet, dashur qytetar shqiptar, nëse ka një fitore të këtyre protestave, është pikërisht fakti se këto protesta deri tani janë paqësore, janë pa molotov, janë pa fishek zjarr, janë pa dhunë dhe mbi të gjitha i morën sheshin atje. Ja morën sheshin. Të hënë për të hënë, me krushje 40-50 veta, tani ata ta morën Sali. Humbsi më i madh i këtyre protestave jeti Sali. Dhe gjithë kjo përpjekja jote për të çuar punojësit e syrit, për të çuar deputetët vjedhur atje, nuk ka asnjë rast në botë që të ketë një protest kundër CDU-s, CSU-s apo kundër SPD-s në Gjermani dhe nga AFD-ja dhe deputetët CDU-s të shkojnë ke një protestë AFD-s. Megjithatë, ky është një krahasim që pak e kuptojnë këtu. Sa i përket amendamentit 17 të propozuar nga Thomas Vajc dhe deputetët e tjerë të gjelbër. Gjoje se ta kuptosh. Ju për amendamentin 17 keni votuar kundër në Parlamentin Evropian. Ju. Sepse Partia Popullore Europiane në cilën bëni pjesë votoi kundra. Ju keni votuar kundra. Votoi, të lutem, se ishte në avion dikur është votuar. Dhe po ashtu edhe Partia Konservatore, po ashtu dhe aleatja e një tjetri këtu. Kështu që ju lutem shumë, duhet jeni serioz. Partia Socialiste, Socialistët dhe Demokratët kanë votuar. Përfundoni. Fjali e fundit. Ne kemi votuar pro këtij amendamenti në Parlamentin Evropian. Ju keni votuar kundër. Kjo është e vërteta për gjithë qytetarët shqiptar. Faleminderit. Jo s'është gënjeshtër. Ja ku ke rezultatet e votimit. Replik mbi replik. Zoti Ardit Bido. Po replik mbi replik, zonja Tabaku, ju e dini që nuk ka. Zoti Bido. Replik mbi replik po kërkoni, nuk e kam thënë ndonjëherë deri më sot. Kështu që urdhro? Ishte replika, po, kjo fjala e zotit Balla ishte për replik. Dhe replik mbi replik nuk jepet, zoti Bido. Zoti Bido. Nuk bëhet replik mbi replik sipas rregullores. Nuk e kam shpikur unë, e ka rregulloria. Ju lutem. Ishte fjalë për replik. Zoti Bido. Ina s'ka drejt bëj replik. Por, sepse ajo quhet replik. Të tjerët kanë drejt repliku i përmendim. Jo, pyete. Konsultohu me rregulloren zotëri dhe jo me tonë. Konsultohu me rregulloren. Çfarë po kërkoni se nuk e kuptoj? Çfarë po kërkoni? Çfarë? Urdhro? Nuk bëhet replik mbi replik. Fjala e zotit Balla nuk ishte diskutim, ishte replik. Në përgjigje dhe replik. Nuk mund të replikohet mbi replikën e replikës të replikës. Kjo është rregulloria. Nuk e kam shpikur unë, e keni votuar vetë. Ju lutem, asnjëherë nuk është dhënë fjala për replik mbi një replik. Sipas rregullores. Uluni. Ju lutem, uluni të vijojmë seancën. Gjeni një arsye tjetër për ta prishur seancën, po jo këtë, se kjo s'qëndron.
Të lutem zoti Noka, të lutem mos e prishni seancën për një normë që është vendosur në rregullor dhe nuk është shkelur kurrë. Ju lutem. Ju lutem. Mund ta dëgjojmë kolegun? Mund ta dëgjojmë kolegun Bido? Zoti Bido, fjala për ju. Të një mazokizmi politik ku Berisha në burg dëgjohet e egzaltohet Partia Demokratike, shohim absurditetet të mëdha. Shohim që dalin pro protestës ata të cilët kanë dhënë apartamente me familjarëve të tyre të entit banesave dhe dalin ta pro banesve. Flasin ata të cilët kanë përqindje në zonë të mbrojtur në Arameras dhe na dalin dhe atje nuk protestojnë në zonë të mbrojtur, shkojnë dhe protestojnë në një zonë tjetër të mbrojtur se s'ka aksione. Flasin për arsimin ata të cilët kanë zaptuar oborin e shkollës Koto Hoxhi në Gjirokastër dhe na flasin ata për arsimin. Flasin sot për të drejtat e këtyre protestuesve, njerëz të cilët janë qartazi në shkelje të neni 13 të kodit të sjelljes që përcakton se konflikti i interesit është ai subjekti i interesit privat që mund të ndikojë në kryerjen e detyrave publike të një deputeti. Ta zotrin këtu të cilët zguxojnë që të flasin për çështjet e mëdha të kombit, këta zotrin të cilët zguxojnë që të flasin për konfliktin e tyre të interesit, na flasin ne sot në parlament duke bërë dhe zhurmuesin. Zoti kryetar, Mbani qetësi, ju lutem. Ju lutem. Zoti Bido. jo të mbaroj koha, se vazhdoj dot. Ju lutem uluni të vjojmë seancën. Zoti Bido nuk mund ta mbajë dot fjalën e vet procedurë në këto kushte dhe ka të drejtë. Ju lutem uluni. Kjo është mungesë, kjo është shkelje kodit sjelljes nga ju. Ju nuk respektoni kolegun kur flet, siç ju respektoam ne të gjithëve ju kur folët. Ju nuk respektoni kolegun kur flet, sepse kështu keni bërë politikën 35 vjeçare e kanë të drejtë ata protestues që ju sulmojnë juve. Jo nuk po vazhdoj. Si flet ti flas dhe unë, jam duke folur. Ju lutem zini vendet. Ju lutem zini vendet. Jo, zoti Balli, nuk po e prish shumë, përkundrazi. Kam një listë shumë të gjatë me fjalë procedurë, po ja u jap gjithë fjalën një për një. Megjithëse askush nuk po flet për procedurë dhe 5 minuta pushim.